Arsimi mbetet një nga prioritetet kryesore të Bashkisë Shkodër dhe pavarësisht çdo tentative për bllokim, investimet në këtë sektor do të vijojnë pa u ndalur. Krahas rikualifikimit të plotë të shkollave dhe kopshteve, Bashkia e Shkodër, në bashkëpunim me donator, ka realizuar vendosjen e paneleve diellore në 7 shkolla dhe 2 kopshte të qytetit. Konkretisht, panelet janë instaluar në shkollat Jordan Misja, Osokuka, Tring Smali, dëshmorët e Rencit, Edit Durham, dëshmorët e Prishtinës, si dhe në kopshtet Beptusha dhe Ngjyrat. Drejtori i përgjithshëm i planifikimit në Bashkinë Shkodër, Bekim Mema, theksoi se këto investime, edhe pse me vlerë modeste financiare, kanë një ndikim të drejtpërdrejtë dhe afatgjat në uljen e kostove të energjisë për institucionet arsimore, si dhe në uljen e ndërgjegjësimit për përdorimin e energjisë së rinovueshme. Ne sapo kaluam në Këshillin Bashkiak një vendim për miratim të fillimit punimeve për vendosje të paneleve diellore. Kjo është një vazhdimsi e bashkëpunimeve të ndryshme që kemi me donatorë të ndryshëm, ku deri më tani janë realizuar vendosja paneleve diellore në 7 objekte shkollore edhe 2 kopshte, duke bërë të mundur një kursim energjie të favorshëm edhe për buxhetin e bashkisë, në mënyrë që të kemi prodhim energjie dhe mbulim të kostove të energjisë për këto shkolla përmes energjisë së rinovueshme. Janë investimet të vogla, por janë investimet që tregojnë atë angazhimin konkret që ka bashkia për mirëmbajtjen edhe rikualifikimin e objekteve shkollore, por edhe për futjen e risive edhe ndërgjegjësimin e fëmijëve edhe të rive. Këto panele kanë një gjatësi prej 20 deri në 50 vite, në varësi pastaj edhe të përdorimit, por mirëmbajtja për këto panele nuk ka një kosto të shtuar për taksapaguesit, përkundrazi kthehet e gjitha në një përfitim për taksapaguesit, sepse për këto shkolla do të paguajmë një kosto energjie më të vogël. Në vijim të këtij angazhimi, Bashkia Shkodër është shpallur fituese e projektit Sunny School, përmes të cilit do të realizohet instalimi paneleve diellore edhe në shkollat Ndremjeda dhe Salo Halili, me një vlerë investimi prej 21.000 eurosh. Paralelisht me bashkëfinancim të bashkisë, panelet diellore do të vendosen edhe në shkollën Docmazi. Bashkia Shkodër vijon të investojë në arsim jo vetëm për përmirësimin e kushteve fizike, por edhe për ndërtimin e një kulture të qëndrueshme energjetike për brezat e ardhshëm.